100 ditë u bën në krye të Ministrisë Industrisë, Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Inovacionit. Këto ditë janë karakterizuar me një proces të reformave konkrete, partneritete strategjike dhe hapa të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik në vendin tonë. Gjatë kësaj periudhe kemi punuar intensivisht në avancimin e legjislacionit ekonomik, në mbështetjen e prodhimit vendor, në zgjerimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe krijimin e kushteve më të favorshme për bizneset dhe investitorët. Po filloj me radhë në secilën prej fushave në cilën kemi pasur aktivitet dhe përgatitje në këto 100 ditët e para të qeverisjes. Në fushën e reformave dhe politikave zhvillimore, kemi arritur ratifikimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me vendet e EFTA-s. Kjo është marrëveshja e parë nga shtetet e rajonit që përveç tregtimit të mallrave përfshin edhe tregtimin e shërbimeve. Ka një rëndësi të veçantë për ne për faktin se me shtetet si Zvicra kemi një bilanc pozitiv tregtar me të cilin më shumë shesim apo eksportojmë shërbime se sa që importojmë. Të njëjtin ngritje e ka edhe Norvegjia, që është pjesë e EFTA-s, ndërsa synojmë ngritjen e tregtimit edhe me Liechtensteinin dhe Islandës. Gjatë këtyre 100 ditëve kemi arritur ratifikimin e 3 protokolleve të CEFTA-s, protokollit 5, 6 dhe 7, që për herë të parë tash në Kuvendin e Republikës së Kosovës ratifikohen si protokolle shtetërore, gjithsesi Kosova pa UNMIK-un. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, ashtu edhe siç është premtuar në fushatën për zgjedhjet e dhjetorit, kemi miratuar ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në rast krizash ekonomike, ndërsa kemi arritur që në qeveri dhe në komisionin parlamentar para se të shpërndahej Kuvendi, në Komisionin për Zhvillim Ekonomik të miratojmë projekt ligjin për inovacion dhe ndërmarrësi. Projekt ligj ky i rëndësisë së veçantë në veçanti si objektiv e përcaktuar për planin e rritjes së Bashkimit Evropian. Gjithashtu kemi dorëzuar për miratim edhe një projekt ligj tjetër me rëndësi të madhe për bizneset e vogla dhe në veçanti bizneset prodhuese vendore, atë për pagesat e vonuara në transaksionet tregtare. Të dy këto projekt ligje janë të gatshme menjëherë pas procesit zgjedhor dhe formimit të institucioneve që prapë të procedohen për miratim në qeveri dhe pastaj në Kuvendin e Kosovës. Gjithashtu kemi filluar procedurat për krijimin e agjencisë së re për ndërmarrësi dhe inovacion. Projekt ligj gjithsesi agjencion ky i cili del nga ligji për investime të qëndrueshme që është miratuar në Kuvendin e Republikës në vitin 2024. Paralelisht janë hartuar projekt ligje të rëndësishme dhe janë në funksion grupet punuese brenda ministrisë, ai për tregtinë e brendshme, për shoqëri tregtare, për mbrojtjen e konsumatorit, si dhe projekt ligji për zejtarinë i cili do të fillojë punën grupi punues në ditët në vijim. Në kuadër të zhvillimit industrial dhe investimeve, kemi funksionalizuar Këshillin për Zhvillim Industrial dhe kemi filluar modelimin e parqeve industriale sipas klasterëve industrial. Është finalizuar studimi për parqet industriale të gjelbërta, ndërsa kemi arritur marrëveshje në parim me Bankën Botërore dhe IFC-n si mekanizëm i Bankës Botërore për ekoparkun e parë në Republikën e Kosovës dhe ai është në komunën e Gjakovës. Jam i lumtur që dje përfundimisht edhe me vendim të qeverisë së Republikës së Kosovës, 2 pronat kryesore industriale në komunën e Gjakovës, ai Metalikut dhe Virginia, i kaluan në pronësi Republikës së Kosovës, gjithsesi qeverisë dhe ministrisë për tu transformuar në ekoparkun e parë industrial në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe IFC-n. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe, kemi filluar punën në parkun industrial në Frashët të Mitrovicës, si dhe kemi dakorduar 30 milion euro investime për zhvillimin e parqeve në përgjithësi. Janë nënshkruar marrëveshjet për zhvillimin e parqeve Mitrovicën, Lipjanin, Drenasin, Podujevën dhe Shtimen, ndërsa kemi filluar përgatitjet për parkun industrial në Gjilan, gjithashtu dje me vendimin e qeverisë së Republikës së Kosovës, prona nga komuna e Gjilanit i kalon ministrisë për zhvillimin e parkut, i cili gjithashtu parashihet të jetë parku më i madh industrial në Republikën e Kosovës me mbi 200 hektar hapësirë. Në mbështetje të sektorit privat, kemi ofruar mbështetje direkte për 54 biznese përmes skemave të granteve duke përfshirë digitalizimin, inovacionin, certifikimin dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese. Gjithashtu kemi hartuar skema të reja
për gratë në biznes, teknologji, industri kreative dhe energji të ripërtritshme. Për gratë në biznes, në kuadër të agjencisë së re, e cila pritet të funksionalizohet brenda pak jave, do t'jetë edhe divizioni i veçantë për herë të parë në kuadër të ministrisë, i cili destinohet për ciljes së politikave dhe mbështetjes të grave në biznes. Do të thotë, do t'jetë divizioni për gratë në biznes. Për të promovuar eksportin dhe produktet vendore, kemi mbështetur 55 kompani kosovare në 7 panajire ndërkombëtare, në Gjermani, Francë, Zvicër, Turqi dhe Itali, ndërsa janë promovuar mbi 1100 produkte made in Kosova. Në fushën e diplomacisë ekonomike, kemi pritur në Kosovë Ministrin e Tregtisë së Turqisë Omer Bollat, kemi përfaqësuar Kosovën në konferencë ndërkombëtare në Kanada, në Zvicër, në Gjermani dhe Holandë, duke organizuar kështu ditën e biznesit kosovar në Hagë. Në mbrojtje të konsumatorit dhe mbikëqyrjes së tregut, kemi vendosur marzhën e fitimit dhe çmimin maksimal për derivatet e naftës. Kemi rritur 35% inspektimet, krahasuar me periudhën paraprake, dhe trajtimin e ankesave të konsumatorëve, si dhe kemi fuqizuar inspektoriatin qendror të tregut. Dhe në proces janë transferi 34 inspektorëve nga niveli komunal në nivelin qendror, ashtu siç parashihet me ligjin për inspektimet. Një fokus i veçantë është kushtuar digitalizimit dhe reformave institucionale përmes modernizimit të sistemeve digjitale të ministrisë. Fokus i veçantë është duke i dhënë reformes pranë Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve, si agjensioni i parë me të cilin të gjithë ata që ose duan të hapin biznes në Kosovë, ose janë të rinj dhe duan të regjistrojnë një start-up, takohen me ministrinë apo me shtetin në fushën e ekonomisë. Po e rikthejmë funksionalizimin e Departamentit për Mbrojtje të Konsumatorit dhe në muajin korrekt do të bëjmë lansimin e platformës Blej Sigurt, platformë kjo që do ju mundsoj të gjithë qytetarëve, gjithsesi gjithë konsumatorëve që blejnë në Republikën e Kosovës, të raportojnë apo të tregojnë për çfarë do çështje me të cilën ka nevojë raportimi apo ndërhyrje nga inspektoriati. Kemi punuar në kuadër të procesit të integrimeve, duke finalizuar planin kombëtar për integrim 2026-2030. Kemi avancuar integrimin e Kosovës në infrastrukturën evropiane të cilësisë përmes CEN, CEN-Select dhe EA. Këto 100 ditë kanë qenë intenzive për zhvillimin ekonomik, për forcimin e sektorit privat dhe krijimin e mundësive të reja për qytetarët dhe bizneset në Kosovë. Ne, siç mund ta shihni, mbetemi të përkushtuar të vazhdojmë me të njëjtin ritëm, me vizion të qartë dhe bashkëpunim të ngushtë me bizneset, partnerët vendor dhe ndërkombëtar për ta bërë Kosovën një ekonomi konkurruese për prodhuesit, për ata që ofrojnë shërbime, të integruar në tregun rajonal dhe evropian, dhe mbi të gjitha për të ngritur performancën e ndërmarrjeve dhe mirëqenien e qytetarëve. Falenderojmë të gjithë partnerët institucional për bashkëpunimin e deritashëm, komunitetin e biznesit, mediat, qytetarët për bashkëpunim dhe mirëpresim bashkëpunimin në periudhën e ardhshme të qeverisjes së përbashkët.